Elsa, çka punohet me fëmijët për me i stimulu me fol? Çka punon ti me ta e çka duhet prind me bën shtëpi? Po varet domethënë edhe prej fëmijët, për çka fëmiu ka nevojë më shumë për stimulim. Zakonisht ne punojmë domethënë me mësu fjalë të reja, me i stimulu ata që me përdor më shumë komunikimin, domethënë varet edhe prej moshës. Nëse është fëmijë pak më i rritur, domethënë edhe nuk e ka komunikimin zhvilluar, duhet me mësu që me formulu fjali ma gjata, me ditë me kriju një storje, me ditë domethënë me i lidh ngjarjet. Nëse është fëmijë më i vogël, atëherë domethënë me mësu fjalë të reja, domethënë grupimin e fjalëve, për shembull kafshët, pemët, perimet, me identifiku ngjyrat, me identifiku objekte të ndryshme, me ditë për çka përdoren, e kështu me radhë. Ndërkohë për ata fëmijë të cilët kanë fjalë, njohin terme, por nuk flasin, a punoni me strategji tjetër? Po, nëse e vrim domethënë që fëmiu po i njeh objektet edhe reagon ndaj tyre, atëherë vetëm duhet me i stimulu që fëmiu me i shpreh ato fjalë. Po nëse e vrim që fëmiu nuk po i njeh ato fjalë, atëherë duhet në fillim ja mësu e pastaj vazhdimisht duke shku të e stimulu që me zhvillu komunikimin akoma më shumë.